pyetjet janë pjesë e historisë sonë. Ato na japin ajrin, ujin, freskinë dhe jetën. Por sot pyetjet po ndryshojnë. Dëmtimet, ndërhyrjet e pakontrolluara dhe vendimet që merren pa transparencë janë duke i vënë në rrezik ato. Ne i shohim këtë çdo ditë e nuk mund të rrim në heshtje. Ne, të rinjtë e kolonjës, kemi vendosur të veprojmë, të kuptojmë më shumë rreth pyetjeve dhe të kërkojmë vendimarrje të drejtë. Pyetjet nuk janë një hapësirë ose një pronë që ti mund të shfrytëzosh. Ato janë trashëgimia jonë. Dhe ne kemi të drejtë të dimë se si merren vendime. Kemi të drejtë të kërkojmë transparencë. Kemi detyrë t'i mbrojmë. Kur pyetjet zhduket freskia jonë, biodiversiteti, shëndeti i tokës. Zhduket një pjesë e jona. Por, kur të rinj ngrin zërin, lind një forcë e re. Institucionet duhet të konsultojnë me ne, jo të vendosin pa ne. Vendimet duhen bërë publikisht dhe me të dhëna të hapura. Pyetjet nuk mund të lejojmë që të humbasin në emër të interesave të ngushta. Ato janë pasuria jonë kombëtare. Një pyll i shëndetshëm, e pemë të paprera, një jetë e mirë, oksigjen pa mbarim. Mbrojeni sot që nesër të jetojmë. Ne kërkojmë transparencë, ne kërkojmë llogaridhënie, ne kërkojmë që pyetjet tona të mbrohen. Ne jemi zëri i pyetjeve dhe ky zë nuk hesht më.